Shkolla nëntëvjeçare Sevasti Qiriazi ka zhvilluar një aktivitet mbi trashëgiminë kulturore dhe rëndësinë e saj. Ai ka erdhur si një përmbyllje e një projekti shkollor, i cili u prezantua në ambientet e Muzeut Kombëtar të Artit Mesjetar. Me anë të këtij aktiviteti, ne përpiqemi të promovojmë vlerat tek fëmijët dhe të edukojmë tek ata ndjenja dhe dashuria. Nxënësit në klasën e 9 studiojnë historinë e popullit shqiptar dhe gjeografinë e trojave shqiptare. Dhe në fillim të vitit ne menduam të realizojmë një aktivitet me temë trashëgimia kulturore dhe ndikimi i saj në turizëm. Dhe sot konsiston me prezantimin final të tij. Trashëgimia kulturore është një pasuri e byer, e cila duhet promovohet, duhet ruhet dhe të trashëgohet brez pas brezi. Trashëgimia kulturore është një pasuri e çmuar që përfshin gjuhën, traditat, zakonet, vlerat, artet, muzikën, kuzhinën, veshje tipike dhe gjithë ato që përcakton identitetin e një populli. Sot kemi përgatitur veshje tradicionale, kemi përgatitur gatime të krajinave të ndryshme, kemi përgatitur një album historik në lidhje me kalat e Shqipërisë. Kjo është veshje e krajinës të Kolonjës. Ne kemi sjell për shembull mollire, kemi sjell libra të vjetër të ndryshëm, edhe për shembull veshje të vogla që dikur kanë qenë të gjyshur ose të brezave më përpara dhe tani janë të tjerë që i trashëgojnë domethënë. Përmes legjendave, këngëve popullore dhe tregimeve tradicionale, brezat e rinj mësojnë disa vlera si urtësinë, guximin dhe solidaritetin e brezave të mëparshëm.